është kërkesë e përgjithshme e qytetarëve, natyrisht edhe e degës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në UNIC, po edhe kërkesë e kryetarit Haradinaj, që të jem sërish kandidat për faktin se kem bet në gjysmë të rrugës dhe vizionit të një qeverisje të kaluar, plot energji, vizion, angazhim, përkushtim, transparencë, gjithmonë në interes të mirëqenies së përgjithshme të qytetarit dhe të një zhvillimi të qëndrueshëm për komunën e UNIC-ut. Në këtë kuptim, kjo vazhdimsi, ky program i ynë qeverisës, mbështetet në potencialet, rrethanat dhe kushtet edhe ekonomike, edhe sociale, po gjithashtu edhe ato pasuritë natyrore, duke marrë parasysh edhe trashëgiminë e pasur kulturore dhe historike të UNIC-ut. Andaj, programi ynë qeverisës konsiston dhe mbështetet në 4 shtylla, cilat janë një ekonomi rurale dhe agroturizëm, turizëm dhe trashëgimi kulturore dhe historike, infrastrukturë dhe mjedis, si dhe zotësi, menaxhim dhe partneritet. Qeverisja jonë ka shumë projekte, po si prioritare ka, të themi, 4 projekte. Është përkrahja përmes grante dhe subvencionimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, duke përfshi edhe themelimin e bizneseve treja, gjithnjë edhe duke i përcjell, sepse shumë të ri kanë migruar dhe është edhe urgjente edhe domosdoshme për punësim të rinjeve, si edhe mbështetjen e tyre përmes këtij punësimi edhe funksionimin e pavarur këtyre bizneseve dhe natyrisht edhe fitimin e tyre. Tjetër që është më rëndësi është përkundër faktit që ne jemi edhe komunë edhe e re, akoma dukemi nga njerë si një komunë rurale, po ne po bëjmë përpjekje që sheshin qendror, që është një shesh jashtëzakonisht i mirë, që ta urbanizojmë përmes një arkitekture sado standarde dhe moderne, po dhe tradicionale, ku përmes këtij sheshi, bizneset cilët qëndrojnë aty, po dhe ekonomitë familjare, po dhe qytetarët, do ta shijojnë. Projekti ka një kostë diku rreth 5 milion euro, po unë konsideroj se ky projekt brenda 5 viteve do të jetë i përfunduar suksesshëm. Sepse në këtë projekt ne veç kemi punuar në vitin 2000, kemi bërë studimin e fizibilitetit dhe kemi master planin, prandaj tash jemi edhe në fazën përfundimtare që konsideroj që fundin e vitit, pjesën e dytë të vitit 2026 do të fillojmë edhe me hapjen e konkursit dhe thot për ndërtimin e këtij projekti. Prandaj edhe janë gjetur edhe investitorë qoftë qeveria, po përmes partneritetit që jemi shumë sigurt që ky projekt ka me qenë një diçka unike në tërë territorin e Kosovës, gjitha komunat e Kosovës. Unë kam pas gjithmonë relacion të shkëlqyeshëm, mund me thonë lirshëm, me të gjitha qeveritë. Qeverinë Thaçi 1, qeverinë Thaçi 2, me qeverinë Isa Mustafa, po edhe me qeverinë Kurti, qeverinë Hoti, përkundërse krejt një vit e gjysmë ka qenë qeveria Haradinaj, po unë kam arritë që të jem një sinonim i bashkëpunimit në nivel vendit për të gjitha komunat e Kosovës. Për më tepër kam qenë edhe 4 herë si komuna më e mirë e shpallur në Kosovë, bile në vitin 2016, 17, 18 kam qenë radhazi si komuna më e mirë në Kosovë. Andaj tash edhe eksperienca, edhe bashkëpunimi, edhe reflektimi si opozitar, më bën që të jem shumë i sigurt që në menaxhimin e qeverisjes jonë do thotë sukseset nuk kanë me ndalë, përkundrazi kanë me qenë akoma edhe me dinamike. Unë jam shumë i sigurt që pa balotash do të jem fitues, të pa kontestueshëm të këtyre zgjedhjeve për faktin e punës tonë, domethënë dëshmisë së një pune shumë. Nuk kemi plan B, po do të jem fitues që në raundin e parë. Po ashtu kështu ne është një prej potencialeve, sepse komuna e UNIC-it është, si e them, mbi 75% e territorit i saj ka pjesë e cila është i takon, do të thotë, pjesës malore dhe bjeshkore, dhe krejt fokusi është që
të zhvillojmë turizmin, duke filluar qoftë ato atë dimror dhe veror, po ne kem pas dokument të studimit të fizibilitetit, mirë po është ngadalësu me marrjen e kompetencave nga Parku Nacional i Bjeshkëve të Lemna, megjithatë ne kemi dokumentet strategjike, të cilat na mundsojnë dhe është fokus, dhe është objektiv, dhe është program qeverisës, zhvillimi i turizmit përmes formave të ndryshme, qofshin ai turizmi rural, turizmi shëndetësor, alpinik, sportiv dhe forma tjera përmes bujtinave, përmes tur operatorëve, kështu që veç kemi fillu me përgatitjen e një këshilli që do të jetë komun, Parku Nacional, qeveri, tur operatorët, po natyrisht edhe pjesë dhe partnerët ndërkombëtar si që në programet e IPA 2 dhe IPA 3. Andaj, unë konsideroj se do të jetë një prej risive të turizmit edhe të shembujt të turizmit, se si bëhet edhe turizmi rural, po edhe lloje tjera turizmit në nivel vendi.